Me mbi 2.300 transferime midis viteve 2019 dhe 2023 dhe 535 mbërritjeve të reja vetëm vitin e kaluar, Spanja konsiderohet si destinacioni i preferuar për pensionistat italian. Përzierja fituese përfshin një klim të butë, afinitet të fortë kulturor, kosto të ulët jetese dhe një sistem tatimor të favorshëm. Zbritje tatimore deri në 7.000 euro për personat mbi 75 vjeç dhe norma më të ulta se në Itali. Nuk është rastësi që INPS pagoj 147.3 milion euro në pensione në vitin 2023 në vendin iberik, me një çek mesatar prej 1.339 eurosh në muaj. Tunizia është ylli në ngritje e kësaj gjeografie të re, në veçanti, Hamamet është bërë një qendër e vërtet për pensionistët italian, veçanërisht ish punonësit publik. Rreth 4.000 italian tani banojnë në Tunizi. Arsyeja është e qartë, 80% e pensionit është e përjashtuar nga taksat dhe pjesa tjetër tatohet me norma shumë të ulta. Ndër vendet që përjetojnë rritje të shpejtë dallohet Rumania dhe Shqipëria. Në Rumani, marrëveshja dypalëshe u lejon pensionistëve italian të marrin pagesën bruto të tatuar me një normë të vetme prej 10%, që nga viti 2019, rreth 500 pensionistë janë zhvendosur atje. Edhe më interesant është rasti i Shqipërisë, si vetmi vend në Ballkan që ofron një përjashtim të plotë për pensionet e huaja. Në vitin 2023, INPS i pagoi 13 milion euro Shqipërisë me një mesatare mujore prej 2.348 eurosh për pensionist. Deri pak vite më parë, Portugalia ishte destinacioni i preferuar falë regjimit të saj tatimor për banor jo rezident, i cili garantonte 10 vjet përjashtim nga taksat, por stimulimi i hoq në vitin 2024, të dhënat flasin vetë, midis viteve 2019-2023, transfertat e reja ranë me 83.7%. Pranit në Greqi, Çipër, Maltë dhe Slovaki mbeten të pakta vetëm 37 transferime në Greqi, 3 në Çipër, 11 në Maltë dhe 11 në Slovaki në vitin 2023, vende që për momentin nuk ofrojnë të njëjtat kushte të favorshme si destinacionet më të njohura. Harta po ndryshon. Zgjedhja se ku do të kalojnë pensionin nuk është më vetëm një çështje dielli dhe deti, por një vendim strategjik ekonomik dhe personal, indikuar nga regjimet tatimore, kostoja e jetesës, kujdesi shëndetësor, siguria dhe komuniteti italian tashmë të pranishëm. Në këtë skenar, Spanja, Tunizia, Rumania dhe Shqipëria sot ofrojnë kushte më të mira për italianët që duan të shijojnë pensionin e tyre me disa shqetësim më parë.